Presidenti i Federatës së Futbollit të Ukrainës, Andriy Shevchenko, nuk ishte plotësisht i kënaqur me shortin e play-offit të Kupës së Botës 2026. Nëse Ukraina fiton kundër Suedis, do të përballet me ekipin më të mirë që del nga dyshja gjysmëfinaliste Poloni-Shqipëri. Shorti nuk na caktoi ndonjë fat për ndeshjet e lehta, para së gjithashtë, të gjitha ekipet që arritën në fazën eliminatore janë shumë të forta. Jemi përballur me një nga kundërshtarët më të fortë. Niveli i lojtarëve të ekipit kombëtar suedez është tepër i lartë, kështu që po përballemi me një sfidë serioze. Do ta luajmë ndeshjen e parë në shtëpi dhe nëse kualifikohemi në finale do të luajmë edhe si vendas. Potencialisht ne mund të përballemi me fituesin e ndeshjes Poloni-Shqipëri në finale. Ky është gjithashtu një nga opsionet më të vështira. Shorti sigurisht që nuk i bëri gjërat më të lehta për ne, kështu që duhet ta pranojmë situatën ashtu siç është, tha Shevchenko për faqen zyrtare të Federatës Suedeze. Më 26 mars, kombëtarja polake do të përballet me Shqipërinë në gjysmëfinalen e fazës eliminatore për të siguruar një vend në Kupën e Botës që do zhvillohet vitin e ardhshëm në SBA, Kanada dhe Meksik. Nëse fiton, do të përballet me të fituesin e ndeshjes Ukrainë-Suedi në finale për një vend në Kupën e Botës. Ish kapiteni i kombëtares polake, Jacek Bak, beson se do të fitojnë kundër Shqipërisë dhe do të preferonte në finale Suedin. A nuk duhet të fitojmë kundër Shqipërisë në shtëpi? Pa egzagerim, pastaj kemi Suedin ose Ukrainën dhe mendoj se do të preferoja Suedin dhe Ukrainën vetëm nëse ndeshja do të luajë në Poloni. Nëse do të donim, jam i sigurt se shoqata polake e futbollit do të ishte dakord. Megjithatë, ja vlem të përmendet se nëse na duhet të shkojmë në Suedi, sigurisht që nuk do të jetë lehtë. Suedezët do të duam të kompensojnë humbjen e tyre në finalen e play-offit para kampionatit të mëparshëm, thot Bak. Shqipëria, pse duhet kemi frikë? Ne luajtëm në kushte të barabarta me Holandën, por kemi frikë kundër Shqipërisë ose Suedisë? E kuptoj që kjo nuk do të jetë një ndeshje e lehtë. Nëse dikush pret një të tillë, duhet të korrigjohet menjëherë. Do të shtyjmë, do të luftojmë dhe do të vendosim kushte të vështira, por nuk mund ta imagjinoj që të mos fitojmë. Shqipëria të mos gënjejmë veten. Siç thot Urbani, ne jemi favorit dhe supozohet të fitojmë këtë ndeshje, thekson Bak.